ku jemi? Në kuzhinë me Albanën, mirë se të gjeta në kuzhinë, me produktet gati, dhe gati dhe ne të gjithë për të gatuar, biseduar, shijuar, degustuar, në fund fare bashkë me të ftuarit tanë, duke shijuar në një kafe, mokador që kemi aty, që na laston pas here duke na sjell ekspres kapsulat të reja, por nëse do ti të kafen ta bëjmë tani, e bëjmë tani, nëse do e presim pak më vonë. Jo, bëj tani sa të zë brumin unë, bëj tani. Ja të them edhe produktet se për çfarë do gatuar, se kjo është Po që është ky nur sot? Që është ky nur sot? Më thoni juve. Ishte ngrohtë. Diçka ka ndryshuar, nuk e di. Sot është mirë inshallah. Hajde për mbar inshallah, për hajër inshallah. Le të shohim produktet një herë të recetës Albanës, e cila është receta e parë. Do t'i mësojmë edhe anvisave se si do ta përgatisin këtë byrek. Byrek e kemi me oris, me vezë, me lëng mishi. Të shohim pak si është përmbledhur në recetën tonë, me pul dhe oris. Na duhen 2 gota miell, 2 qep të grira, 2 gota oris, kemi 2 vezë, 1 pul fshati, lëngun e pulës, vaj ulliri, krip, piper, borzilok, një seshte patjetër që do të na ndihmojnë për hapjen e petëve, ndërsa mielli për çdo përdorimola na ndihmon të zëm brumin edhe të kemi një brum siç e do zakoni. Aman, sa gram ka marrë nga mielli? Sepse unë kam në sy, po besoj diku te 600 apo. 600-700. Po, plot 700 gram ke marrë. 700 gram, ku e kuptova unë ju, është shiriti transparent i miellit për çdo përdorimola që na jep këtë mundësi për të kuptuar marrë, sikur mos kemi atë macin e gramaturave tona. Kemi këtë shiritin transparent që na lejon të kuptojmë se sa gram miell do të përdorim për recetat tona. Atëherë më shoh pak miell mua vet. Ne do të përdorim një nga tavat e zakonshme të furrave tona. Tek mielli mund të përdorni. Unë dua të përdor faktikisht është edhe mielli super është shumë i mirë. Ai kuqi, me paketimin e kuq, po. Mielli për të gjitha përdorimet, por mielli nëse doni të përdorni miellin e zi, absolutisht është shumë e vështirë për të hapur. Po, për të hapur, sepse ne më mirë do na binte me miellin e zi. Po edhe kur bëjmë atë ndërhyrjen, që shtoj miell të bardhë dhe miell të zi, sërish është e vështirë hapja, që kështu nuk ju këshilloj me miell të zi. Nëse ju do dëshironi për shembull në pite të trasha që thjesht e hapni një shtresë, si puna e tartës, aty ju ndihmon. Dhe një pite ndonjë krep, buka me miellin integral është i preferuar në fakt në kohën e sotme. Ne po përgatisim këtë byrek me oriz dhe me mish pule. Albana e ka zier mishin, kemi këtu lëngun, kemi 2 vezë, pak një seshte për të na ndihmuar për hapjen e petëve. Kemi përdorur miellin me paketimin blu për çdo përdorim, që është në funksion të çdo familje, tashmë e din anvisat tona këtë gjë dhe këtë sekret. Brumi është gati, do ta punojmë edhe pak mbi banak. Orizin e kemi parazier në minutazhin që ai kërkon, 15-20 minuta. Të shohim tani vazhdimin e punës. Patjetër që unë do ta punoj sërish brumin, por le të hedh një sy. Aty mishin pra këtu kam qepën, edhe mishin e pulës. Mishin e pulës me qep, pasi kemi zjerë, do t'japim dhe një kaurdisje, një proces të ri. Kemi mënyra të ndryshme për ta bërë këtë byrek, faktikisht është byreku çam. Nëse ne duam, i shtojmë të gjithë përbërësit bashkë, nëse ne duam e vëm me llokmat e mishit më njarë, pra si të dëshironi ju, mjaftohen që shija të jetë e njëjtë. Pra, të gjithë të produkte të jenë të bardhë vlefshme me shijen. Po. Patjetër të marr pakës fare krip. Ja shtojmë mishit, qepës më shumë, se ndihmon për të tretur dhe për të kthyer në një trajt transparente. Aty e merr shijen, të gjithën. Mbushja e ka shijen aty, te mishit, te qepat, te erëzat që do t'i japim. Dhe e lë sërish të bëhet, duke i vendosur kapakun.
tek orizi, shtoj dhe në energjiku. Energjiku i shkon orizit shumë. Ja që... Byreku ishte çam, the? Po, në byreku çam. Edhe jugu ka një byrek më duket me oriz, me energjik. Ka Gjirokastra. Gjirokastra, Elvina poshtë. Dhe e quajnë dhe e gatuajnë kryesisht, apo së shkuj me oriz, kërë gatuajnë për lehonat. Me shumë energjik edhe me oriz. A, nuk e di, ku kam qenë lehon, kam qenë largë. Gjë që s'kishe kusht më bënd të mua këtë byrekun. Që këshu? Po pe kam arruar dhe ato vite, dhe nëse kam bërë e kam arruar. Ja, pra orizin e kam zirë në fillim fare, e kam shplar dhe duhet jeti til. Ja, duhet jeti til. Do t'a lë pak sa sërish të bëhet dhe e punoj brumin. Mirë. Që ti largoj unë produktat nga... E zbut pak orizi me lëngun e mishit dhe e shtojmë aty në energjiku që shtuam të orizi, që e pa erzat tek mishi pulës, të dyja bashk, përhapin atë aromën e këndshme, të shishme, Ja të bëj pak edhe shplarje. E enës. Dhe jemi... Se duke punuar paralelisht, edhe mbushja gatuhet më mirë, edhe petët gjithashtu, brumi qëndron pak më tepër, do t'jetë akoma dhe më i butë, edhe më i favorshëm për ti. Dhe në energjiku kur është i thatë, lëshon një aromë të fuqishme. Kur duam të bëjmë gatime të tilla, përdorim energjik të thatë. Nëse ne duam të bëjmë për shembull qifçit, përsërin energjikun e thatë, sepse ka aromën e fuqishme dhe më pas ne mund të shtojmë të njomin, por këtu jo. Këtu nuk ja vlen. Dhe është shumë i mirë si çaj. Bo me qetësinë tënde. Dhe sa të bëhet me qetësinë e vet, hapim petët në hap ndërkohë. petët, zëkullashka të gjitha. Dhe kullashka do bëhet poshtë dhe lartë? Patjetër. Okej. Punohet edhe një herë brumi, kemi dhe pak niseshte që i ndihmon që brumi të qëndrojë i butë, edhe të hapet kollaj. Kur e punojmë dhe e lëm të qetësohet brumi, është akoma dhe më mirë. Për të bërë këtë brumin që duam ne, ja të tillë për shembull, shiko të tillë, shtojmë ku është kripa, është sheqeri. Ku është uthulla, është vaj. Nëse ne nuk duam të shtojmë vaj ose uthull, shumë mirë. Mendimin e një veze, të kur themi të veza, themi, o, Vital, mërë ma beti, kaq. Ti rindimës, a kur ke nevojë ti rindimës, edhe unë thëmë, o, Vital, vjen vetë ajo, ja. Sa mirë do ishte. O, pak Pra niseshte. në 700 gram miell kemi këtë brum. Për një tavë normale të plot të furrave tona, se tavat njësoj janë. Ja ku kam edhe brumin. Sërish duart asnjëherë mos i lejoni me mas brumin, sepse tërheqin. Po, nuk ju lejojnë mirë të hapen petët. Ka sekretet e veta dhe hapja një brumi elastik të mirë, të qëndrueshëm, të butë gjithashtu, të shkrifët kur të piqet, edhe që jep shije. Dhe më thonë që këtu fillon, që tek brumi, me atë ngrotësinë e dorës, punimin e duhur, edhjen e duhur të përbërësve, ujin e ngrohtë apo të ftohtë, nëse përdorim ujin e ftohtë, brumi do të na qëndrojë shumë i fortë, nëse e kemi shumë të nxehtë, do lëshohet, do jetë qullë dhe nuk do të hapen dot petët, kështu që na duhet një ujë i vakët, intermjetëm për zënjen e brumit. Dhe duket që nga forma fryrja që ka marrë, se sa mirë është punuar dhe sa mirë është zënë. Pra, këtë mas e lë këtu. Po, vazhdojmë me të hapura tani, derisa të bëhet edhe mbushja. Si thoni, ti përmbledhim edhe një herë produktet të byrekut çam me oriz dhe mish pule. Si do të vijoj procesi, derisa Albana të bëj gati këto kulaçkat, unë do t'ju lexoj edhe një herë sa përbërës ju duen. 2 gota me miell, 2 qep të grira, 2 gota oriz, të cilin e zjeni paraprakisht, 2 vezë, 1 pul fshati, edhe lëngun e pulës, pulën do ta coptoni, pjesën e tulit të saj, dhe do ka urdiset në tigan me qepën e erzat, pasi do shtohet orizi me energjik. Vaj ulliri pa dyshim për
procesin, krip, piper, borzilok, nenergjik, erzat janë në varësi të shijeve, të preferencave të gjithë secilit. Ne zgjodhëm nenergjikun, në recetë keni dhe borzilok, të dyja bashk janë akoma dhe më mirë, dhe patjetër një seshte për të hapur petët. Dhe 3, 2, 5. 5 kulaçka, 5 petë të poshtme. Vezët të t'ja shtojmë aty të mbushjane? Po. 2 vezët o vital. Mbi, kur të mbarojmë. Pak një seshte, që edhe po të na duhet, e kalojmë më njanë të gjitha. Ti hapim të njëra pas tjetrës, se edhe ky procesi. Po, nuk është është tjetri. Që është gjitha e? Këshim të madhe. Pa tjetër është. E si është kjo puna dhe oklajise dhe thikës, janë ca mjete që a që gatuan që e ka në përditshmëri këtë proces, mësohet me atë vegël edhe përshtatja pastaj është pak me vështirë për të marrë në dorë një oklaji tjetër. E lëmë aty. Marim ndoshta dhe vajin më pas për ti. Të gjithë masën e nisë shtes e përdor. Jetë një shumë i shishëm i byrek ky me këto petët e shkrifta, me kulaçka. Është pak me angari kjo punë, duke hapur kulaçkat, por rezultati në fund është i dukshëm tek shija që do t'i japi byrekut, se mund t'i binim edhe shkurt, ndanim brumin në 2 pjesë, një petë poshtë, një petë lartë, por kështu mund të ndodhi vetëm kur përdorim zakonisht maja në brum edhe ndajmë 2 petë vetëm për një poshtë, një lartë. Vazhdojmë punën në kuzhinë për të përgatitur byrekun, ne kemi hapur petën e parë, në ato 2 minuta shkëputje, u bashkuan petët e vogla në një petë të madhe nga 5 kulaçkat. Ta luajmë pak tepsin tani me Pra, gjithmonë, japim në mes, japim që të hapet peta, më pas e kalojmë dhe të heqim ansoren e tillë. Niki tani ti, hape aty të bëj unë petat e tjera. Po. Pra ti e bërë kështu të madhe që ta mbledhim ose ta mbulojmë mbushjen? Po. Të shojmë edhe mbushjen deri ku në çfazë e kemi të zjerjes të bashkimit të produkteve, të orizit, të pulës. Një sekund, se hapa këtu unë, që s'duhet, dale. S'ka problem, është shumë mirë. Jo, i dua të t'jenë të gjata shumë ato, s'ka nevojë. Po. Mesin do t'jap, do vë këtë pjesën tjetër. Ja, thjesht vetëm për ansoret, që t'jetë e puthitur. T'jetë në bazën e tepsisë, që të mbaj mbushjen, se mbushja është me thënë drejtën peshon pak. Ka orizin, ka mishin e pulës dhe qepën. Pra bashkojmë meset dhe pra sa më shumë të qëndroj, aq më mirë e kemi. Pak një seshte. Sepse hapet mirë.
Shumë mirë. Sa mirë që hapen petët? Se janë elastike, dhe kanë qëndruar pak. Pra, ky është sekreti i një pete të mirë është mielli, jo çfarë ne vendosim. Normalisht është koha, duhet temperaturat të ambientit të jenë të duhura. Dhe, një ke sillim këtu tani? Po e mbaj kështu me qënë se këto petët janë të gjata. Ulem i poshtë, ulem i poshtë. Ja. Okej. Gati për të mbajtur mbushjen që ndoshta lëre pak të ftohet. Dhe sa tapi pjesën tjetër. Mirë. Në këtë trajt, as shumë e thatë, as shumë e njomë, një mbushje normale. Duhet jetë. Bizotëron aroma e energjikut, si që ka dhe vetë e tillë duhet jetë. Erëzat kombinimin që në zjerje të pulës dhe që në zjerje të orizit në përfundim duke e aromatizuar me energjikun e thatë, sepse ajo është dominuese si erëz në këtë recetë. Pra ideja është që kjo peta do mbështjellë mbushjen dhe do dominoj pjesa e mbushjes në shije. E zbusim. Edhe një vezë që do të na ndihmoj të luajmë petën sipër. Ajo që ndron e bukur, me ngjyrë, e shishme, me shkëlqim gjithashtu. Pak vaj dhe pak krip që të ketë shije. Ma një furç. E lujem gati për ta vendosur në furrë, në pjekje, pasi ta luaj Albana me vezë, shtresën e sipërme. I duhet një pjekje diku te 30-40 minuta në temperaturën 200 gradë Celsius. Furra duhet jetë e parangrohur, të njëjtën që kemi bërë edhe ne. Dhe tani i japim fund recetës së parë një byrek i shishëm me oriz dhe mish pule. Mos harroni dhe mos i neglizhoni erëzat sepse i japim vërtet shije recetës. Pra, pjesës së brendshme. E mbush mirë. Dhe ja një kështu përkatje. Dhe gati për furrë. Lyej. I përsërisim edhe njerë produktet e recetës dhe e mbyllim këtu të parë. Na duhet pak kohë tani për të sistemuar se shife si e kemi tryezën dhe një leck, një fshirje të miellit. Dhe direkt në furrë mbas mund të laj duart. Të lumshin duart, 2 gota miell, 2 qep të grira, 2 gota oriz, 2 vezë. E kemi thjeshtuar edhe në gramaturë që ta mbani mend. 1 pulë fshati, lëngun e pulës, vaj ulliri, krip, piper, borzilok dhe një seshte për hapjen e petëve. Në vend të borzilokut mos harroni, mund të përdorni dhe energjikun e thatë shumë mirë sepse jep vërtet një aromë të mirë. Tani, ne e vendosim për të pjekur. Nëse duam pastaj të zbutur, të but, kemi lëngun e pulës që Albana mund t'ja shtojë në fund fare pas pjekjes. Shumë pak fare, vetëm thjesht, po me anë të vezës nuk ka nevojë sepse është e butë. E vendosim në furrë. Në sa? Në 220 e kam. Dhe e qoj të 200 tani. Te 200 e pjekim, kemi edhe byrekun që për ishë së vërtetës më merdi një aromë shumë e mirë dhe mbase do duhet ta sjell. E lë të bëhet. Marë qepët e njoma. Ky është pra byreku, ta sjell këtu në tryezë, byreku çam me oriz dhe pul.
Shumë i mirë. Me aromën e gjiku,